nderuar shikues, ju përshëndes. Do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Universiteti i Gjirokastrës organizoi të njëjtën ceremoninë zyrtare të çeljes së shkollës së parë doktorale Edukim në shkenca humane. Ky program i përbashkët me Universitetin e Maqedonisë Perëndimore përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt ndërkombëtarizimit të studimeve doktorale. Çmimi i naftës në Gjirokastër ka pësuar sot një rritje me rreth 15 lek për litër, nga një vëzhgim i kryer në disa pika të shitjes me pakicë të enjte. 1 litër naftë ka arritur çmimin deri në 199 lek. Kjo rritje e çmimit po shoqërohet edhe me rritjen e produkteve bazë ushqimore, duke rënduar xhepat e qytetarëve të cilët shprehen se po ndikon në ekonominë e tyre. Bordi i kullimit në Gjirokastër ka nisur punimet emergjente në zonën Karjan Kakos, ku rreth 10 hektar vreshta u përmbytën nga shirat e janarit. Aktualisht është riparuar çarja e parë e argjinaturës, ndërsa paralelisht po kryhet pastrimi i përrojit të rrezhistës në një gjatësi prej 2 kilometrash. Saranda dhe Ksamili po përgatiten për sezonin e ri turistik me biznese që po përfundoi restaurimet dhe përmirësimet. Mbërritja e kroqeres së parë në Sarandë me mbi 2000 vizitorë tregon nisjen e hershme të sezonit, ndërsa kërkesat dhe rezervimet janë të larta, duke rritur pritshmëritë për një sezon të suksesshëm. Ju njohim tani më gjerësisht në konferencën e organizuar nga Ministria e Arsimit në bashkëpunim me Këshillin Britanik. Ministrja Mirela Kumbaro prezantoi vizionin për programin e edukimit passhkollor, tashmë të mbështetur me kornizë ligjore. Ajo theksoi se qëllimi është krijimi një hapësire gjithëpërfshirëse, të sigurt dhe kreative për nxënësit, duke unifikuar aktivitetet jashtëkurrikulare dhe duke zhvilluar aftësitë e shekullit e 21. Në konferencë u prezantua edhe logoja zyrtare e programit dizajnuar nga vetë nxënësit. Ministria e Arsimit dhe British Council organizuan konferencën Edukimi passhkollor në Shqipëri, politika, standarde dhe modele për zhvillimin gjithëpërfshirës. Gjatë kësaj konference, Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro prezantoi vizionin e ministrisë për programin passhkollor, i mbështetur tashmë edhe përmes një kornize ligjore. Ky vullnet na mbledh këtu sot i shumë palëve, shprehur edhe më parë, përmes nismash, përmes projektesh, përmes përpjekjesh, përmbi të gjitha, përmes nevojës së nxënësve në arsimin parauniversitar, prindërve dhe komuniteteve në shumë bashki të vendit, që programi passhkolle të mos mbetet program pilot, të mos mbetet një tentativë dhe as të jetë një realitet që varet vetëm nga vullneti apo pasioni i një drejtuesi shkolle, por edhe sepse të jep një kënaqësi tjetër që si mësues do duhet të dim ta zbulojmë dhe ta kthejmë në mision. Sepse na duhet që këtë ta kthejmë në një realitet që modelet e edukimit të shekullit të 21, siç shprehen miqtë tanë britanik, ti kemi modelet e shekullit 21 shqiptare. Kemi bërë një rrugë shumë gjatë në këto 10 vjet. Kemi filluar me modelin e shkollave qendër komunitare, me programin Bëjmë detyrat e shtëpisë, me programin Arte Zeje, me ekipet sportive që sot rezulton një model shumë i suksesshëm në pjesën ndërmuese të shkollave të Shqipërisë. Dhe jo vetëm jo më larg se sa 2 javë më parë mbritëm dhe ke rregullimi me ligj i këtij programi, që kaloi në kuvend dhe që është garancia më solide që mban të forta rrënjët e programit Arte Zeje, sport, qendër komunitare, që ne i kemi përfshirë të gjitha tashmë në një tjetër titull, programi passhkolle. Por kjo nuk mjafton. Është detyra jonë e të gjithëve ne së bashku që ta ushqejmë edhe ta uisim këtë sistem rrënjësh që të mos mbetet praktik e pilotuar në 10, 20, 50, 100, 200, 300 shkolla. Sipas Kumbaros, një nga synimet kryesore të kësaj nisme është të eliminojë fragmentimin e programeve ekzistuese dhe të krijojë një qasje. Nëse në një anë po investojmë në teknologji dhe inovacion, pra po investojmë në laboratorët e inteligjencë dhe në integrimin e inteligjencës artificiale në kurrikula, nga ana tjetër duam të ekuilibrojmë dhe të balancojmë marrëdhënien e fëmijëve
me jetën, me natyrën, me atë siç thoshte ajo nëna, me artet, zejet, me punë me metal, punë me dru, terma këto që një brezi që është i imi, besoj i ka shumë të njohura. Art dhe zeje, toka në shkolla qendërkomunitare dhe gjithë këto nismat që sot e tutje me ligj, me zakon e me kanun, si të doni, do t'i fusim në të njëjtën ombrell. Programin pas shkolle. Në këtë mënyrë, çdo nxënës do duhet ketë akses në mundësi të barabarta, pavarësisht interesave apo sfondit shoqëror që i karakterizon. Me këtë rregullim ligjor dhe me rritjen edhe të honorareve të parashikuara, ne besojmë shumë fort që do të kemi një armat njerëzish të gatshëm për të na mbështetur në këtë lloj programi. Në aktivitet u prezantua edhe logoja zyrtare e këtij programi, produkti një konkursi mes shkollave për t'i bërë nxënësit pjesë të vendimarrjes. Universiteti Gjirokastrës organizoi të njëjtën ceremoninë zyrtare të çeljes së shkollës së parë doktorale Edukim në shkenca humane. Ky program i përbashkët me Universitetin e Maqedonisë Perëndimore përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt ndërkombëtarizimit të studimeve doktorale, duke krijuar mundësi të reja për kërkim shkencor, bashkëpunim akademik dhe zhvillim profesional. Universiteti Ekrem Çabej hap një kapitull të ri në zhvillimin e tij akademik dhe ndërkombëtar përmes programit përbashkët të doktoratës me Universitetin e Maqedonisë Perëndimore. Sot u zhvillua ceremonia zyrtare e hapjes së këtij programi, i cili çon në fitimin e një diplome të përbashkët shkencore, doktor në edukim dhe shkenca humane. Ka ardhur si rezultati një pune të jashtëzakonshme të bërë nga stafet akademike dhe me universitetin tonë partner, me Universitetin e Maqedonisë Perëndimore në Kozan, ku ne arritëm të kapërceni shumë pengesa ligjore për faktin se sistemi arsimor i Greqisë nuk është përfshirë në marrëveshjen e Bolonjës dhe për këtë na u desh të kalkolonin shumë burokracira në të dyja palët, por dashamirësisë së dy universiteteve, së dy rektorëve, por dhe të gjithë atyre aktorëve dhe faktorëve që ishin të interesuar për hapjen e një shkolle doktorale, u arrit që më në fund të finalizohet ky projekt kaq madhor. Pse themi projekt madhor? E themi sepse në fundit kjo është një shkollë doktorale që realizohet me një universitet të Europës Perëndimore, që kjo diplom ka një vlerë të jashtëzakonshme për studentët tanë që do të aplikojnë dhe do të finalizohen me mbrojtjen e titullit shkencor doktor i shkencave. Nga ana tjetër është një doktoratur e cila përfshin në vetvete të saj, ka një diapazon të tillë ku tematika e kësaj shkolle doktorale përfshin të gjitha zhvillimet ekonomike, politike, sociale e shoqërore që shqetësojnë të dy kombet tonë afqi. Në ana tjetër, ka hapja e kësaj shkolle doktorale është një mesazh shumë i fortë dhe i qartë edhe për politikën qeveritare ndërmjet dy vendeve, që atje ku ka dashamirësi, të gjitha pengesat janë të kapërcyeshme. Janë 10 projekte kërkimore shkencore që ofrohen dhe pjesa më e madhe e studentëve që kanë fituar të drejtën për ta ndjekur këtë shkollë janë pedagog të Universitetit Ekrem Çabej që nuk kanë ende një titull akademik. Jam një nga studentët që janë përzgjedhur për të ndjekur studimet e doktoraturës në Universitetin e Gjirokastrës. Është një doktoraturë e përbashkët me Universitetin e Maqedonisë Perëndimore. Fokusi i temës time është leadershipi në shkolla. Përmes kësaj teme, që është mjaft e lidhur me cilësinë e sistemit arsimor, do dua të bëj një kërkim për rëndësinë e leadershipit të drejtuesit të shkollës dhe më tej mësuesit për të krijuar një klimë të qëndrueshme, pozitive dhe bashkëpunuese në klasë për të arritur më tej tek arritja nxjerrja e potencialit të fëmijëve, pra arritja e rezultateve të mira të nxënësve. Çdo student do të udhëhiqet nga 2 pedagog, ku njëri prej tyre do të jetë nga Universiteti i Maqedonisë Perëndimore. Pas përfundimit të procesit të vlerësimit të dosjeve të aplikantëve për ciklin e 3 të studimeve, doktoraturën e edukim dhe shkenca humane, ne kemi nxjerrë listën e fituesve, një proces i cili ka kaluar paraprakisht në vlerësim dosje dhe në intervistë me udhëheqësit nga Universiteti Gjirokastrës dhe Universiteti Partneri Maqedonisë Perëndimore. Është shpallur lista e fituesve dhe tani fillojmë direkt me implementimin e këtij programi, duke vendosur në kontakt të drejt për drejt kandidatët me udhëheqësit dhe vazhdimin e procedurës. Jam mentore e 2 projekt propozimeve, të cilat kanë të bëjnë me edukimin ndërkulturor dhe së dyti me
me emigrimin e trurit ose quhet shpesh ose e njohim tashmë me brain drain. Ceremonia u përshëndet edhe nga konsulli i përgjithshëm grek në Gjirokastër, Sokratis Survinos, dhe zëvendës rektoria e Universitetit të Maqedonisë Perëndimore Eleni Griva. Çmimi i naftës në Gjirokastër ka pësuar sot një rritje me rreth 15 lek për litër, nga një vëzhgim i kryer në disa pika të shitjes me pakicë këtë të enjte, 1 litër naftë ka arritur çmimin deri në 199 lek. Kjo rritje e çmimit po shoqërohet edhe me rritjen e produkteve bazë ushqimore, duke rënduar xhepat e qytetarëve, të cilët shprehen se po ndikon në ekonominë e tyre. Rritja e çmimeve të karburanteve po shoqërohet me ndryshime të vazhdueshme edhe në pikat e tregëtimit në qarkun e Gjirokastrës. Aktualisht 1 litër naftë tregëtohet me 199 lek, ndërsa benzina ka arritur 195 lek për litër. Ndërkohë, gazi vion të shitet me 64 lek për litër, duke shënuar gjithashtu rritje krahasuar me periudhat e mëparshme. Kjo situatë është ndjerë drejt për drejt nga qytetarët, të cilët shprehen se çmimet e larta të karburanteve po ndikojnë jo vetëm në buxhetin e përditshëm, por edhe në rritjen e çmimeve të produkteve bazë ushqimore, duke bërë jetesën më të vështirë për familjet. Së është gjemi normale, së është gjemi, po me këtë rritje e çmimit naftës, normale që do rritën çmimet e tjera, buka, ujë, të tëra dhe ato të përditshme, ne shikojmë në shportat tona. Dhe është rritur shumë, e ndjejmë shumë. Për ditë, nuk e di ka kontroll, s'ka kontroll, rritën. Shteti duhet të marrë masat për çdo gjë. Shumë të papërballueshme. Nuk përballohet. Po ndryshimi i naftës që shikoni vetë juve, ka ndryshim shumë të madh. Tash si se ndjejmë? Të gjithë e ndjejmë, si nuk e ndjejmë. Sa e përballueshme është? Po nuk është fare e përballueshme. Në rritje të tëra, konsumatori jemi të tërë, të bëhet kontrollet e karburantit, të ushqimorja, të gjitha. Edhe cilësia mbi të gjitha. Është fatkeqësia më e madhe për neve, që kemi mjetë, nuk qarkullojmë dot, lëvizim dot, nafta ka vajtur në stratosferë, është e pamundur, situatat ju e shikoni kudo. Ne jemi pensionistë edhe duhet të vërë dorë qeveria. Po vëmëre, ngrit nafta, ngritën që të gjitha. Me ushqime, me plehrat pesticide, me të gjitha. Ndërkohë, autoritetet përgjegjëse bëjnë me dije se po ushtrojnë kontrolle në treg për të monitoruar situatën dhe për të shmangur abuzimet me çmimet. Sipas tyre, verifikimet do të vijojnë në terren me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e një tregu të drejtë. Bordi i kullimit në Gjirokastër ka nisur ndërhyrjet emergjente në zonën Karjan Kakos, ku rreth 10 hektar vreshta u përmbytën nga shirat e janarit. Aktualisht është riparuar çarja e parë e argjinaturës, ndërsa paralelisht po kryhet pastrimi i përrojit të rezhistës në një gjatësi prej rreth 2 kilometrash. Ndërhyrjet me vlerë rreth 4 milion lek synojnë parandalimin e përmbytjeve të tjera dhe mbrojtjen e tokave bujqësore të zonës. Për të kryer rehabilitimin e problematikave të krijuara nga shirat intensiv në muajt janar shkurt, Bordi i kullimit në Gjirokastër ka nisur ndërhyrjet në fshatrat Karjan Kakos për riparimin e argjinaturës kryesore, e cila shkaktoi përmbytjen e rreth 10 hektarëve tokë të mbjella me vreshtari. Aktualisht është kryer rehabilitimi i çarjes së parë të argjinaturës. Për të eliminuar gjithë pasojat e çarjes së argjinaturës në zonën Karjan Kakos, janë marrë gjithë masa teknike inxhinerike për të eliminuar ato. Kemi një sër çarjes së argjinaturës kryesore, çarje e cila kanë shkaktuar përmbytje tokave bujqësore të fshatit Karjan, të mbjella këto me rush, me pemë frutore të ndryshme, si dhe pjesën e tokave të cilë kanë mbjerë edhe foragjere. Çarja ka ndodhur në 3 segmente të argjinaturës, janë çarje me nga gjatësi rreth 50 metra linear secila, duke çarjet të cilat kanë si vërshimin e lumidrinit të zonë, por edhe njëkohësisht edhe zhavurimin e këtyre tokave bujqësore. Kështu që duke ndodhur këto kushte, kemi filluar punën për mbytjen e çarjeve, dhe konkretisht është mbytur çarja e parë. Njëkohësisht po punohet edhe për pastrimin e përrojit të rezhistës në këtë zonë në një gjatësi rreth 2 kilometër. Po punohet tani edhe për pastrimin e përrojit të rezhistës, i cili kish një nga shkaktarët që sjell shumë aluvione dhe dekanton në shtratën e Lumidrino, njëkohësisht ul edhe përcjellshmërinë e prurjeve në rast inundatash të ndryshme. Është një gjatësi rreth 2 kilometra e gjysmë, cili po punohet aktualisht. Në këtë zonë nuk është
ndryrë në këto vitet e fundit, është ndryrë në vitin 2011 në pastrimin e një kolektori të urarit larta, që dhe ki kolektor është mbushur dhe do punohet në këtë kolektor me gjatësinë 450 metrenar për të lehtësuar kudhimin e këtyre tokave bujqësore, njëkohësisht e për shërbyer fermere për bjetë që kanë bërë në të zona. Këto ndërhyrje shkojnë në vlerën e rreth 4 milion lekë të reja. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka njoftuar nisjen e një prove klinike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, e cila synon trajtimin e miopisë tek fëmijët përmes përdorimit të pikave të atropinës me përqendrim të ulët. Në këtë provë klinike mund të përfshihen fëmijët e grup moshave 3 deri në 18 vjeç që vuajnë nga miopia progresive. Në shërbimin e pediatrisë specialiteteve pranë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza po zhvillohet një provë klinike me pika atropine me përqendrim të ulët për të ngadalësuar progresin e miopisë. Kjo provë klinike është një mundësi për të kontrolluar rritjen e numrit dhe për të parandaluar komplikacionet në të ardhmen. Doktoreshe Neda Balliu i bëri apel okulistëve në rrethe që t'i adresojnë fëmijët që plotësojnë kushtet për t'u përfshirë në këtë program. Ka shumë fëmijë, të cilët ne nuk i identifikojmë dot për arsye sepse jemi vetëm një qendër e vogël, por që e kemi bërë dhe po e bëjmë apel për të gjithë okulistët që janë në rrethe, fëmijët të cilët i plotësojnë kushtet për të futur në këtë program, të jenë nga mosha 3 deri në 18 vjeç, të jenë miopi që rritet, ka ardhur duke u rritur me kalimin e viteve, të jetë numri më i madh se 0,75, të mos ketë diferencë midis dy syve më shumë se 1,5, të mos jetë tensioni i syve më shumë se 21 dhe të mos ketë astigmatizëm ose cilindër që quajmë ne më shumë se 1,5. Të mos ketë xhama miopi kontrollues, domethënë ka disa ekskluzive, prandaj dhe fëmijët janë kështu, por këtë po e bëj për okulistët e rretheve, të cilët ti identifikojnë këta fëmijë dhe ti paraqisin te kabineti jon për të marrë medikamentin i cili ka rezultuar shumë efikas në kontrollimin e rritjes të numrit të miopisë. Ka dal kiti, ilaçi që do të hidhet në sy. Ilaçi është një përdorimsh dhe do hidhet çdo natë në sy për 2 vite. Dhe çdo 3 muaj pacienti do vi përsëri në kabinetin jon, do bëj të gjitha ekzaminimet dhe do marr ilaçin tjetër. Shpreh edhe një herë falënderim dhe mirënjohje për juve, zonja drejtoreshe, e cila bë të mundur që të trajtohen fëmijët nga gjithë Shqipëria dhe të parandalohet rritja e miopisë. Fëmijët 3 deri në 18 vjeç me miopi progresive mund të paraqiten deri në 31 mars 2026 për marrjen e medikamentit. Saranda ka siguruar përfaqësimin e saj dinjitoz në nivel rajonal pasi nxënësit e gjimnazit Hasan Tasini u shpallën fitues në festivalin e shkencës. Projekti i tyre, Sistemimi Inteligjent Antipërmbytje, u vlerësua për inovacionin dhe zgjidhjen praktike që ofron ndaj problematikave reale. Ideja e ndërtuar mbi teknologji bashkëkohore synon të parandalojë dëmet nga përmbytjet detërisë, siguri në komunitet. Festivali i shkencës me pjesëmarrje të gjimnazistëve në të gjithë vendin ka ardhur në fazën e dytë të tij. Kjo fazë në Sarandë vuri përballë gjimnazistët e Hasan Taksini të Sarandës me ata të Bidoseikos në Konispol. Mjediset e qendrës rinore të Bashkisë së Sarandës u kthyen në zemrën e shkencës dhe kreativitetit. Të rinj treguan se ardhmja është në duart e tyre. Në peshorën e festivalit u vë prezantimi 5 projekteve me ide shkencore të vetë nxënësve që u propozuan si zgjidhje inovatore e problematikave të ardhura nga realitetet lokale. Nga karrigja inteligjente, të një faqe moderne web dhe nga mandarinat të një ujvar relaksuese për të arritur një kulm me projektin Sistemi Inteligjent Antipërmbytje. Ky ishte edhe projekti i përcaktuar fitues që entuziazmoi të gjithë pjesëmarrësit pasi parashtroi një ide që nuk është thjesht teknologji, por një zgjidhje reale e munguar. Shtatin e lumit me YouTube dhe me anë të shkumës së detit dhe të qimendos kemi krijuar dhe fshatin përreth. Gjithashtu shikojmë dhe nivelin e ujit këtu, në korale. Dhe ashtu dhe të zgjidhja jon, pra të portat e banesave, të bizneseve ose do të ngrihet porta. Porta nuk funksionon, pra pa portë, çfarë do të na përmbytet?
Emocionet e forta dhe duartrokitjet e merituara shkuan për ekipin realizues të gjimnazit Hasan Taksini, duke nisur nga mësuesja Zhaneta Alidhima tek pjesëmarrësit Konstantin Lushkaj, Klevi Dule, Sara Proda e Alesia Eliazi. Pas kësaj bravo për gjithë, u kënaqëm sot, na duhet themi që në nivel rajonal do të na përfaqësojë sistemi inteligjent antipërmbytje. Në sallë u bë shkencë duke u kthyer në më shumë se një garë. Përballja dijeve inovatore mes së rinjve ishte një tregues pasioni për shkencën dhe besimit tek ata në duart dhe në mendjen e të cilëve kalon e ardhmja. Ata janë e ardhmja që po ndërtohet sot. 5 projektet erdhen si një mesazh bindës. Serinia di dhe mundet. Kjo fazë 2 tregoi edhe se Saranda tashmë e ka përfaqësuesin e saj në nivel rajonal. E këta janë Hasan Taksinasit. Saranda dhe Ksamili po përgatiten për sezonin e ri turistik me biznese që po përfundojnë restaurimet dhe përmirësimet. Bëritja e kroqeres së parë në Sarandë me mbi 2000 vizitor tregon nisjen e hershme të sezonit, ndërsa kërkesat për rezervime janë të larta, duke rritur pritshmëritë për një sezon të suksesshëm. Saranda dhe Ksamili kanë hyrë në ritmin e përgatitjeve për sezonin e ri turistik që në fillim të pranverës. Qyteti bregdetar po gjallërohet dita ditës, ndërsa institucionet dhe bizneset po punojnë për të qenë gati për fluksin e vizitorëve. Sipas përfaqësuesve të bashkisë, sektori privat është në fazën e fundit të restaurimeve dhe përmirësimeve. Ndërkohë në Sarandë kanë bërritur edhe kroqera e parë e këtij sezoni, duke sjellë më shumë se 2000 vizitorë. Punimet vazhdojnë edhe në pjesën e sektorit privat, të cilët tashmë bëjnë restaurimet e fundit për mirëpritjen e këtij sezoni. Dua të them që jemi shumë të lumtur sepse dje ne kishim edhe kroqeren e parë në qytet, e cila solli rreth 2600 turistë të huaj, të cilët patën mundësinë që të vizitonin qytetin, sinagogën, syrin e kaltër edhe Butrindin. Edhe le të shpresojmë që ky do të jetë një fillim i mbar edhe për sezonin turistik. Ky është një sinjal i qartë se sezoni turistik ka nisur me ritme të shpejta dhe me interes të lartë nga turistët e huaj. Ne jemi gjithmonë shpresplot që sezoni do të jetë i mbar turistik, kërkesat janë tepër të larta, nga sa kemi informacion nga tur operatorët edhe nga hotelierët e qytetit. Ne si institucion po bëjmë të gjitha përgatitjet që të mos kemi probleme dhe të ketë një mbarvajtje të plot për sa i përket pjesës administrative infrastrukturore, por edhe organizimit në teren. Kërkesat dhe rezervimet janë arritje të ndjeshme, ndërsa pritshmëritë për sezonin e ri janë shumë pozitive. Operatorët turistik shprehen optimist se ky vit do të jetë një nga më të suksesshmit për turizmin në këtë zonë. Kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, H. Bujar Spahiu, ka përcjellë urimet me rastin e festës së Fitër Bajramit. Ai u shpreh se Ramazani ishte një rrugëtim shpirtëror i devotshmërisë dhe solidaritetit, ndërsa Fitëri Bajrami na kujton vlerat e mëshirës, faljes dhe ndihmës ndaj njëri tjetrit. Në emër të Komunitetit Musliman të Shqipërisë, Spahiu uroj të gjithë besimtarët shqiptarë për paqe, shëndet dhe begati në familjet e tyre. Le të ndjekim mesazhin e tij. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar besimtarë musliman, të dashur qytetar, sot jemi në ditën e fundit të një muaji adhurimi, mëshire, faljeje e solidariteti. Nesër kemi festën e Fitër Bajramit. Kam nderin dhe kënaqësinë t'ju përcjell urimet më të sinqerta me rastin e kësaj feste të bukur. Ramazani ishte një udhtim shpirtëror i përkushtimit, sakrificës dhe afrimit me Zotin. Përmes agjërimit, lutjeve dhe veprave të mira ne forcuam besimin ton dhe ndjenjën e solidaritetit me njëri tjetrin. Fitër Bajrami është festa që na kujton vlerat më të larta njerëzore, mëshirën, dashurinë, faljen dhe ndihmën ndaj atyre që kanë nevojë. Le të jetë kjo ditë një moment gëzimi, bashkimi dhe mirësie për çdo familje shqiptare. Në emër të Komunitetit Musliman të Shqipërisë, ju uroj nga zemra gëzuar Fitër Bajramin. Zoti e pranoft agjërimin dhe lutjet tuaja dhe ju dhënë paqe, shëndet dhe begati në familjet tuaja. Me nga një pikë janë ndarë në stadiumin Gjirokastra luftëtari e Apollonia,
Një përballje ku smunguan golat nga të dy skuadrat në të dy pjesët e lojës. Luftëtari vazhdon serinë e barazimeve pas rezultateve 0-0 me Kuksin dhe Lushnjën, dje mori sërish 1 pikë në përballjen me Apollonin, luajtur në kuadër të javës së 27 të kampionatit. Ndryshe nga 2 ndeshjet e mëparshme, loja prodhoi gola nga të dyja skuadrat. E para shënoi Apollonia përmes Aslanajt në minutën e 21, e cila u barazua në të 45-ën nga luftëtari me Zjajin. 10 minuta më vonë ishte Ike Oça që i çoi në avantazh bluzint duke çuar rezultatin në 2-1. Ishte minuta e 86 që vullosi krejt rezultatin e takimit 2-2 kur topi i Ndubuisit preku rjetën e Gjirokastritëve. After this game, I cannot be happy. Pas kësaj ndeshje nuk mund të jemi lumtur sepse humbëm 6-7 raste në 10 minutat e fundit. Por ishte një ndeshje e rëndësishme për të dy ekipet. Kjo ishte një finale. Kemi edhe 6 finale deri në fund sepse humbëm shumë pikë në një ndeshje të mëparshme. Mund të jemi kënaqur në mënyrën se si luajtëm sot. 5 minutat e fundit vazhduam të luani me 2 sulmues, plus 2 mesfushor ofensiv, të cilët rrezikuan shumë pas shpine, dhe kjo është mënyra se si dua të fitoj ndeshjen. Sigurisht kur sheh situatën mund të jetë edhe më keq. Dua të përgëzoj dhe Ruf Tariq për një ndeshje shumë të mirë. Dhe mendoj se tifozët që kishin ardhur për të parë ndeshjen, mendoj se janë të kënaqur, sepse ndeshja ishte shumë e mirë. I uroj gjithë të mirat luftëtarit, edhe shpresoj që Apollonia dhe luftëtari të jenë sezonin e ardhshëm në këtë ligë. We create lot of chance. Pas këtij takimi, luftëtari renditet i 10 në tabelën e klasifikimit me 22 pikë, ndjekur nga Kuksi e Lushnja me 21 të tilla. Në fundjavë të dielën, sipas kalendarit të javës së 28, luftëtari do të luajë kundër Korabit. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë në Rutakofshi.